Përshëndetje të nderuar shikues të emisionit Arkivi në Radio Televizion e Kosovës. Rafshnalta Peshterit paraqet rafshnaltën më të madhe në Ballkan. Kjo pllaj malore me rreth 50 km2, e cila njihet edhe si Sibiri i Ballkanit, ka më shumë se 40.000 banor, malsor mikpritës me zemër të madhe të Peshterit dhe që kryesisht janë me prejardhje shqiptare. Rafshnalta Peshterit shtrihet në një lartësi prej 900 deri në 1200 metra. Ajo gjeografikisht është rafshnalta malore e cila shtrihet në pjesën qendrore të rajonit Sanxhakut, në kufi me Malezi, në jug perëndim të Serbisë. Në qendër të saj është komuna Sjenicës, ndërsa disa pjesë të saj përfshin edhe komunat e Novi Pazarit apo edhe Tutinit. Arkivi sjell Peshterin e vitit 1979 me dokumentarin e Ali Llunit. Si dukej Peshteri rreth 42 vjet më parë? Si këndohej shqip me lahut në Peshterin asaj kohe? Me një shqipe të pastër të kohës me veshje kryesisht rrugovës, banorët e vjetër shpalosin brengat dhe problemet e tyre jetësore. Ata i friksoheshin asimilimit të rinjeve nga martesat e përzira. Pos bisedave interesante me banorë të asaj ane, dokumentari sjell edhe një bisedë me shkrimtarin vendas Çamil Sjarić, dëshmie e një kohe jo të largët, por me ndryshime të mëdha me të sotmen. Ta ndjekim dokumentarin. Derisa ju qepeshin faqeve të larta, duke lënë mbas leqe drejta të shumta të rrugës asfaltuar, e cila ngjitej shpateve të thikta, korshoria jonë rritej e bëhej gjithnjë e më e madhe, aq sa e plotësonte motivin ton, ka herë të pjekur dëshirët tona që ta ekranizojmë një pjesë të jetës, para te pak që është thënë e shkruar për rafshnaltën e blert Peshterin. Ato ditë të xhirimeve, Peshterit dhe njerëzit e tij stinë verësën ngadalë u kthente shpinën, për ta lënë në ëndrat e veta dimrake. Në enciklopedi tonë të rëndomta për Peshterin thuhen vetëm disa fjalë. Krahin malore në pjesën jug perëndimore të Serbisë, ndërmjet lumeve lime Ibër dhe fushës së Senicës, shtrihet njëra prej rafshnalteve më të begatshme, ku rriten delet e njohura të Peshterit e kohëve më të reja, po zhvillohen kooperativat të blegtorale. Natyrisht kjo është një informat shumë e thatë. I mungojnë detajet për njerëzit, doket e zakonet, gjuhën e traditën, jetën e tyre. Prandaj çdo kalimtar i rastit as që mund të ketë nga këto shënime një parafturim më të gjerë. Kësaj radhe kamera ka të thotë pak më tepër se enciklopedia. Atje lartë Rozë Bjeshkës, ku ka pak ose as pak tokë buke, por vetëm kullosa e grigja të mira, nga të cilat Peshterasit të siguruan plan e një grim rehati,
Edhe sot jetën e bën më të ngrohtë e më të begatshme lahuta. Tingujt e saj nuk I lën vend komentit ton. Shqani o poezge dhe tri krejena Si so kolani o poezi mon rejeja Topi kuqani pana dele peja jakute Që në hapat o takimet e para me njerëzit rafshnaltës krenare, ekipin tonë ka plonte sa një ndjenjë fisnike aqe dhe emocioni çuditshëm. Para nesh në një largësi të paskaj, si në ndonjë det të blerët, I qëndisur me grigjat e bagëtisë së bardhë, shtrihej rafshnalte e mbuluar me bare të mëndafshtë që lahej pa brenga në rrezet e diellit vjeshtrak. Peshteri dhe banorët e tij kanë një histori të begatshme dhe mjaft të specifike. Por të gjitha lëvizjet Shuto Turković, 80 vjet, rap 80 vjet, jonë që janë këtu
te një shtëpi Spahdoliçi o janë. Prej ati Spahdoliçit 4 shtëpi janë bon. 4 shtëpi. 200 maskullën e këtu o janë kusrin një Spahit, Ragipi, Ragip Doliçi, Spahdoliçi, Ragip Doliçi, ata ju kanë par kushrin. Ani prej aty në byvarne janë bo 60 shtëpi. Vakti tukët që për 70 vjetë që bon 150 shtëpi janë bon. Për me vaktin e Turkut kur s'ka pas veç 22 shtëpi të Ndoliçi. Ani për me kur s'ka pas uj, as me pi lopa, as me pi robi. Ani për me kur kanë shkua gratë me të pësia në të kodra që e me fshiz e kanë blezë borë e kanë thonë me pi robi. Ani për me ku që për me ilahe ja rabi. Ani më kalon gruaja, kur më deku baba, nuk u qërova. Kur më deku nona, nuk u qërova. Kur më deku gruaja, në 2 synë jam qërua. Ani paj mat i qit e këter i kem pas tok, 2 shtëpia i kem pas i qit, prva, vakti par i sëbis, na i muar i qit e këter, e na lapa kudjon, e ja urasit qive, a që, e na po qofin, mos po mudi me pegjall. Di nona eme e pështjel ke jorgonin, për veti e dilke e gatoj ke bukën shpinë strepuja. Ani kom bajt, ka i zet, ok, dris, e në bistrit 6 hat në shpidi kom bajt. Pasha Allahin. Ani kem pas drisin në rot, në të tupin të rotës, e me quskia e kem shtyp, e hajshim. Ani leu vakti shvabet le i frijat ka i kom zerve për dark ata ka pas e robi dark pashadin e monin ata i kestin gati cof me 3 vjet e shvabet gati cof me as një puhol nuk leu toka sa ish baksu shvaba tak shtirati e zun. E lam për një qast rrëfimin e këtij plaku të urtë dhe i drejtohemi personit i cili tërë krijimtarinë e vet letrare ja dhuroi jetës së njeriu të këtyre anëve, të cilën e endi dhe e gëdhendi me fjalën më të bukur, pra krijuesit që u rrit nga qumshti i rrallë i kësaj treve. Ej Kamberkuka, trimi i trimave. Jo, nuk jam më, jam rob, kam rënë dorë. Mema e porcol deri në shkallë djemtë të tij deri në skajtë e fshatit. Po në të çast të para tij mbas gurit dolen 2 qylah të bardhë dhe të rrumbullakët. Nënta, si të kish pjellur shkëmbi 2 djem, ishin me pushk në dorë. Merhaba firar, Kamberkuka hutua. Na ke bërë gjakun firar, ti e ke vrar ferin, ti po mban kutinë e ti. E duam gjakun, bërtit e i madhi. E kush ashtë feri, pyeti? Migja im, tha i madhi. Kamberkuka u trënd. Po merre gjakun, i kesh ka qenë migja yt, merre, mos prit. Jo, firar, jo, pse ti e trim, ngiu me bot, me malet dhe luginet.
da i sam ne znam to. Pa kod mene je ono što i kod svakog pisca postoji ta faza razvojna, početna, pa zatim nekako Pai, edhe te unë, uzrastanje si të çdo shkrimtar tjetër, ekziston ajo faza zhvilluese, fillestare, e pastaj një farë rritje, pjekurie, gradacioni thonë. Unë prapë mendoj se kam filluar mu prej aty, prej ka lumnisht mund të fillohet. Kam filluar prej asaj çka kam parë në fëmijëri, pra me sytë kërshimtar, fëmiror, nga jo botë ma gjepse, madje edhe rënd, që dikur më rrethonte. Kjo është një kohë luftës së parë botërore atëherë edhe kur kanë lindur, dhe kohë mbas kësaj lufte, kur edhe mbeta bonjak, pa prindër, pa babë e nën. Moja je majka Albanka. Nëna ime është shqiptare. Mbasi mbeta bonjak, më morën dajt e mi që të rriten të ata. Gjuha ime amtare është në të vërtet sa serbe, aq edhe shqipe. I moj materni jezik je u stvari Gjuhën shqipe nuk më mësoj nana, por më mësuan dajt, tezet dhe farefisi imi dashur. Ata janë nga fshati Dolić, quhen Turković. Qysh si medresant në Shkup, fillova të shkruaj më parë poezi. Por edhe ato poezi jo pa ndonjë sukses. Poezia vjesha të para, natyrisht e inspiruar nga mosha e leximet që bëja. Ato lexime ma trasonin rrugën, në mua lindnin dilema të reja. Atëherë dhe ju ktheva vetvetes. Nuk kam gabuar, sepse është mirë njeriu t'i kthehet vetvetes, se atëherë e njeh botën dhe çdo gjë që rrethon. Mund nga jo ditë kur sytë fëmirore perceptuan atë që mund të thuhet se tër bota është një senzacion, çdo gjë e mundshme apo e kapshme për botë kuptimin e fëmijës. Edhe unë si tillë isha pranë atyre personazheve, pranë asaj bote të atëhershme, asaj të dajt e farefisi, atje në Bihor, në Peshter. Ky tash është Bihori. A ovo je već Bihor. Për një herë, ajo bota specifike në sytë e mi, në përjetimet e mia, që edhe personazhet lindin. Këtu nëse shkrimtari din ta ruaj fjalën dhe veten, është më afër realitetit jetësor, personazheve reale, personazheve artistike, i mbarsur me një farë ëndër fëmirore, ëndër nga një farë kohe. Ajo, kjo është të unë specifike. Po, kam pasur situata çfarëfuese nuk ekzistonin, sepse në për vite, në veten, e lam shumë larg.
diku larg, atje pas një farë rruge dhe vetëm diçka mund të regjistrojmë nga imagjinata jonë. Kur më kanë i vogël, se më kanë shkruan për kur. Ka ardhur në shtëpi, jo i kusinit tim nuk janë hoq, vetë kam mësuar në pazar, vetë s'kam bërë. Erne e në shkruan në letrat ka jetë. Hini mali zi, atë tonë e doqë ato. Nark i zoni, ta pite tokës e tonë e doqë. Ta qak një të shkruan në isme, në posë për i pazarit atë në këtë ndërë. Te voni, masa taj, voga mi voga. Sultan Hamidi e Mahmud Shkrefet Pash. Bo në luft, 3 ditë të vrad. Qiti Bajraku në Stambol, Sultan Hamidi o pridat. E morë në e pru në Selanikën, në haps, në Bajaskurën, në dejt. E qite ustrin, ustartë më kanë kuvetë, që jonë kanë aty, në kuvetë. E qiten pushtë e drenës. Sa vjeti ke rujtë vend? 4 vende. Prej 205 vende dhe në 400, por më rëvëshim pak. Pushtë e rrethin. Taragoni që ka 105 vete kutën. Peshteri ka shumë fshatra e shumë legjende. Se cili fshat është legjendë në vete, se i ka specifikat e veta. Në të shqiptarë mëre, pra Albania jem. Nikt, të bërë një hup me gjuhën. Hup me gjuhën. Se e bashaket me rje, hines në pia të hëtë, u di këtu kustadi, kur kush, s'ka kanë masë për shqiptarë. Baba em i ka pas në gjellë, e një qikë. Ani si kanë gjallua atëherë, i kanë pas qipqit, kanë pas Rasnovicin, veç shpi, tokë të tyne. Ka pas të kual, i kanë pas gjilevave atje, ato usoshin hërgjeva. Ka 7 të rina një jonë kanë në vasë, shpahi, si shpah dolici. Ani jo kanë Hasan Hoti, e ka obrazovat me vjerë në Suhodol, e i kanë thonë me vjerë spahi, dedin temë, e kanë bërzon, e të zonit të jo kanë pazar në honë, e kanë resua aty si tash gjandar, e kanë gjetë në honë, kanë thonë ti e i lizun, ka dalë se unë dua me dalë për veti. E ahi e ka zërgua kalin hon, e ka hip kalin, e tu ka ti ka zonë dere, e ka shkel. Ata që kanë ruat, e shokaku që ka ik, s'kanë mujtë me zonë. E vetën të kanë oposit, kanë thonë, jo s'dum me vje, pas e iku a i pej honit, pej, a i kënë ka bashkë, që ka të pupë. Dedi jam spahi. A i djali ti Azemi, baba em. E baba e këtyne dyve e unë për 2 vllazë. Sa vjeti pote ti? Unë 82. 82. Tonë kohën e ke kalua këtu? Po, tonë kohën. Kur nuk jam kanë në bolë një të kutë.
Në veprën në Rambula që përmendet në veprën e parë të prozave të mia, pikërisht personazhet janë nga ajo kohë. Disa shokë më kanë shkruar se Rambula është përkthyer në shqipet se përmbledhja u botua shqip, më njëherë mbasi u botua këtu në serbishtet, se ata mua ato personazhe i shikojmë si shqiptare. Natyrisht ata janë prej aty. Edhe gjuha ajo me të cilën u shkrua përmbledhja ime parë është ajo gjuha më e vjetër e mësuar prej kushërinjve të mamësime, sepse unë kam jetuar shumë kohë te dajtë e mi, me që si thash shumë herët kam mbetur pa prindër. Naučeni od rođaka, mojih po majci, jer ja sam dugo živio sa mojima u pripovjetke i tako dalje. Ka ndodhur tërë natën kam lexuar, por paralelisht kam shkruar. Ulem në karrig, meditoj, pastaj shkruaj e shkruaj. Rrallë, por nuk jam prej atyre që shkruajnë e shlyej. Unë gati as e shlyej. Unë mishërohem me personazhin dhe si të tillit i jap jetë. Peshteri është specifik jo për shkak të dimrave të gjata të ftohtë dhe verave të shkurtra e të freskëta, sa për karakteret e njerëzve, grigjat e deleve të tyre, livadave e kullotave të paskajshme, shtëpive të mbuluara me kashte e oborre të rrethuara me Tridhjetë vjet i kom rujt vet, pa përmen hiq. Bëtyjëm kënë që banë gjoje, punu kur gjonë nuk kom, sponin e dhene e ko pas, i kom ra sponit vet, i ko rujt, që ata, te zoni, pas atajna kom bon ashqer, jom martu, djemt i kom, 4 qika i kom, Po mira din shqip ata. po, të tona ato i kom, dhen i kom jo 78 copa, 4 kje, 6 lop, Katuni ju i sa shpi ka pas për para. i ka pas 130 shpi. Ani janë shku do, për Sarajev do janë shku, do janë për Turki, do për Prishtinë, do jem hap. Aliopet kem bollë. Për të xhiruar specifikat e peshterit udhëtuam bukurgjat. Bre rrugës i takonin voglushët që ktheheshin nga mësimi e më vonë atje në atë fshatin më të largët, në Doliq, njerëzit e hutuar nga vizita e papritur përpiqeshin të na thonë sa më tepër që dinë për të kaluarën edhe të tashmen. Interesimi ynë orientohej në ruajtjen e gjuhës, zakoneve, traditeve, të cilat fatkeqësisht nuk kanë mundur të ruhen sa duhet. U pastirën e komenin rusha, e prezivata në Turkovic. I kom 46 vjetë. Tu gjallojmë. Shqip, në të pleqëm ka pak edhe dim. O më dine një vejoj. I kom 3 vargje, 3 djelë. Asë njëri Shqip nuk më fletë. Për të zonë të dhe na, që ka më dhe tyre, e ka mërë bosjakën.
Ata bity fëmija shkojnë pas nonave, e bërzime kanë bërzi e gjuhen e këtu s'ka mos në kush me folë Shqip. Po bity folin bosjan që qashtu, dasmat jonë martohen, i kanë bashka ta shpunët e bërzihen. E këtu të na nuk konë bash, si s'kena kujtuana. Fëmijë të din me folë Shqip, një tjetë. Ani keq din me folë Shqip, keq. Se gruan e kom pej Koleshinit. Ani pas none shkuan edhe fëmija. E une me porodit stem që ka jom konë baba, nona, në tonë kem ditë Shqip, në shqiptarje. Personazhin e krijon dhe nuk e lë që të shuhet. Hedh në të dritë, e ngjesh derën e palc. Ja ostanem na osjećaju, na liku koju mene oživio, osjećam na nekakvoj, što jest ne ideja, ne ni misao, E ndjej një far ideje, mendimi. nekakav Diçka është bota që na rrethon. Unë i rripran me fjali, me letra. Qëndroja gjatë, por jo me asi fjalish që kryojnë vetë kënaqësi. Është një tablo e asaj që dëshiroj të them. Një gurë ndjenja që pastaj i them vetes shkruaje përsëri. Përmirëso këtë. Kjo është metoda të shkruarit tim, sepse çdo njeri është një individualitet i posaçëm. E për mua kjo është metoda më adekuate. I mislim da je ovaj način, kako ja pišem, a svaki čovjek je jedan poseban individualitet i radi kako radi, u to nikome ne treba ni ulaziti, ali meni je ovaj način odgovarajući. Ky krijues i talentuar nuk është kryekput i lidhur vetëm për një botë të caktuar. Vizioni i tij kreativ është begatuar nga vizitat e shumta në vend dhe jashtë. Këtë argumenton edhe një kapital i rrallë kulturo-historik që gjendet në dhomën ku ai punon e krijon. Do të më lejoni të ju pyes për planet, ç'po punoni e shkruani tash së fundi? Tash vonë e kam përfunduar një roman. E dorëzova në ndërmarrjen botuese Veselin Maslesha të Sarajevës. Unë ja adhuroj motivet historike. Më tepër se si të them ato bashkohore, motive dëzhur, moderne. Adhuroj atë që mund të gëdhendet, skalitet që është akuarel në horizont dhe si e tillë ekziston. Motivet e këtilla më pëlqejnë dhe ato i përpunoj. Atje dikund zhvillohet edhe ngjarja e romanit tim të ri. Si quhet romani? Romani do të ketë një emër të çuditshëm. Po ta lëm tash emrin dhe mbiemrin e tij, le të mbetet anonim. Është e lidhur për një kohë madje mjaft të kahershme, por ngjarja zhvillohet atje. Çdo ngjarje sqerën e vet e ka në të cilën ndodh, fillon, ç'dredhet, zhvillohet, jetojnë njerëzit. Kjo skenë një pjesë e mirë zhvillohet në Kosovë, madje skenë është Prizreni, si dhe disa qytete të tjera, sepse ngjarja historike, vetë faktorët historik ashtu janë zhvilluar. Istorijska radnja sama, istorijski fakti su se tako odvijali tamo, ja sam ne držeći se njih. Duke mos u lidhur për ata, por edhe duke mos i u shmangur, unë e kam pasur parasysh Prizrenin, pra mua ato vise,
Ato vise jam përpjekur t'i përshkruaj, gërshetoj që ndisi në tekstin e romanit tim. E lam krijuesin në meditimet e tij, duke dëshiruar krijimtari edhe më të frytshme. Por Peshteri dhe njerëzit e tij athuaj perspektivë kanë. Dikur Peshteri dimrit të ngelte plotësisht vetëm, nga sa rrugët mbuloheshin nga bora. Tash jo. Edhe në acarin më të madh ai nuk e kput lidhjen e vet me botën. E kaluara la legjenda, e sotmja realitetin. Se këtu jetojnë të vllazeruar shumë kombe kombësi, musliman, shqiptar, serbe të tjerë, që përpiqen bashkarisht për jetë më të lumtur. E qysh është Marshall Titi s'do t'je gjallu. Na I qeli rrugë, na pruni ujnë, na pruni svetlën, na pruni qëton na të mira që na dugoja këtu ndërë, qka do na vijen një disë nate vijim e marrëm, e sigurasëm ropë, e jetëm gjallë. Ali tashën shëndet Titit, po gjallojmë mirë, ujnë e kem prunë gjithë kushtu shpje vetë, fort mirë jem. Rahati jem, me hogre me pit kem qka po na do shpirti. Qatë gjallin, shkollën e kem këtu, tash djalin e kom shkruan Prishtinë në fakultet. Këto ishin faktet e Peshterit të vitit 1979, pra këtu ndahemi bashkë për këtë javë dhe mos harroni se emisioni Arkivi do të mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë zyrtar në YouTube apo rtklive.com. Linkun për emisionin mund ta gjeni në faqen tonë zyrtar në Facebook Arkivi RTK, e cila shfaqet poshtë ekranit tuaj. Faleminderit që na ndoqët dhe mirupafshim javën tjetër.